kemi ndikimin si në komponentën shpirtërore, ashtu në komponentën trupore të njeriut. Njeriu përbëhet nga këto dy komponente. Pra, nuk do të thotë që jam i shëndetshëm nëse nuk kam ndonjë dhimbje. Po shëndeti nënkupton një mirëqenje biopsikosociale të asaj komponentës trupore, shpirtërore, edhe mandej edhe në raport me shoqërinë. Agjërimi si agjërim është diçka e natyrshme. Nëse njeriu ka një lëndim, një rëndim të shëndetit, ai patjetër se ka më frenu oreksi tina, ka më ndalu nga marrja ushqimeve. Pse? Të mos e rëndoj edhe më tepër shëndetin e vet, të mos e rëndoj organizmin e më tepër, ta lënë organizmin që vetiu të sanoj, të shëroj vetveten e tij. Sa i përket agjërimit, në aspektin e komponentës shpirtërore, është vërtetuar se ka ndikim pozitiv tek personat me depresion, tek personat në fazën e hershme të Alzheimerit. Ndërkaq, sa i përket komponentës fizike, ka ndikim shumë të mirë në sistemin kardiovaskular, kur përmenden personat me probleme të ndryshme shëndetësore. Mund të përmendim se gjatë një dite tek agjëruesit, rraurat e zemrës janë më të vogla për 14.000 herë. Llogaritë për 30 ditë sa pushon zemra së punuari. Pastaj, mëlçia, dikun për 4 deri në 6 orë punon më pak. Po në ndërkohë, mëlçia është laboratori i cili bën krejt detoksikimet, krejt ato fajet tona në ushqim që i bëjmë, që marrim ushqim pa kontrolluar, ajo i detoksikon. Pastaj, kemi një pushim të veshkëve, kemi një ndikim shumë të mirë tek sëmundjet e ndryshme të nyjeve. Është shumë interesant, 3 ditë e para, deri në 6 ditë para, është vërtetuar, jo, nuk po flas për hulumtues të shumë të musliman, po kanë bërë perëndimor shumë hulumtime rreth ndikimit të agjërimit. Është një doktor Herbert Shelton, i cili për 50 vite ka përcjell 40.000 agjërues, si po ndikon agjërimi në shëndetin e njeriut. Edhe janë vërtetuar shumë ndikime të mëdha, si në zbritjen e tensionit, si në uljen e nivelit të sheqerit në gjak, në uljen e lipoproteinave me densitet të ulët apo kolesterolit të keq që është i njohur në popullat. Pastaj, është një qetësi shpirtërore, është një ngritje emocionale, një ngritje shpirtërore e njeriut. Kështu që, si vërtetim, të mos marr kohë më shumë, është që për të agjëru nuk ka pleqëri, nuk ka moshë të shtyme. Barometri, treguesi më i mirë është ai në veten tonë. Mund të agjërojmë, duhet të agjërojmë. Përndryshe, agjërimi është për ta forcuar shëndetin, nuk është për ta ligështuar shëndetin.